kyçjen e hoxhallarëve në këto rrjetet sociale, TikToku, Snapchati, janë bërë një domosdoshmëri. Por a mendoni se anët pozitive janë më të shumta apo ndoshta dominojnë ato anët negative? Sikur, du me thonë sikur ato kanë shikueshmëri, ka përcjellje, ka edhe shpërndarje, por efekti nuk është ai i duhuri. Ndoshta është efekti i qetësuesit, i cili për një kohë qetëson pakës atë problemin, ndërsa smundja esenciale mbetet. Kisha me thonë nëse më lejohet kjo puna e rrjeteve sociale, sa është një dhunti e kohës në të cilën ne jetojmë, kisha thonë se është edhe një musibet i madh. Tamam është një thikë me dy teha. Është evidente, të cilën na po e përjetojmë, se hajri në të cilën po bëhet në rrjete sociale është diçka e dukshme, është diçka e prekshme që po e shohim edhe po e përjetojmë. Mirë po krahas asaj, po e shohim edhe atë anën negative dhe po e shohim se si po ndikohen njerëzit nga ajo që po paraqitet në rrjete sociale. Dhe për fat keq duke u nis prej atij parimit inna nafsa la amaratun bisu, përderisa njeri ka prirje për të bërë keq, sidomos kur njeri është i paformuar esencialisht në aspektin fetar, gjithmonë ka hapësirë që të ndikohet nga e keqja. Edhe kjo tash, ky mejdan edhe kjo hapësirë e rrjeteve sociale, sikurse ka zonë vend dhe po zën vend sidomos të ajo pjesa e rinis, të rive dhe të rejave, dhe po e shohim se e keqja po merr për masa të mëdhaja dhe të shpejta, subhanallah, brenda vitit ose brenda 2-3 viteve, evolimi është shumë i madh. Është i së keqes, dhe kjo po vërehet. Subhanallah, për çdo vjet po ballafaqohemi me sfida të reja, po ballafaqohemi me probleme të reja, sikur ato po na vinë shumë shpejt. Nëse pak i kthehemi kronologjisë me një kohë, domethënë në jetën tonë në të cilën na kemi jetu, atëherë kur rrjetet sociale nuk kanë qenë sikurse tash, subhanallah, sikurse e keqja ka pas nevojë për një kohë shumë më gjatë. Derisa ka zonë vend, derisa ka lëshu raj, mirë po sot është e kundërta. Sot shumë shpejt çlon raj, shumë shpejt i shef ato pasojat e saj, shumë shpejt, domethënë reflekton e keqja, sikurse futet, si thojnë anë me atë zhargonin ton, për birat hunës futet e keqja. Unë mendoj se e mira është, po shifet edhe është evidente, por edhe keqja, domethënë, mendoj që po në atë aspektin e negativ po shfrytëzohet shumë më shumë se sa në aspektin pozitiv. Po, kështu ka ekzistuar dunjaja gjithmonë, prej në kohën e Ademit alayhis salam, njerëzit e mirë dhe njerëzit e këqij, tash varësisht kush punon më shumë dhe kush kontribon më shumë, ndikimi do të jetë më i madh. Por megjithatë, jemi Është e dini se këto platforma e kemi patjetër me qenë prezent në ato platforma, se nëse nuk i shfrytëzojmë, ne do të shfrytëzojmë ato të tjerat. Edhe ato mos ishin kanë aq të dëmshme, aq të suksesshme në përhapjen e së keqes, nuk do të ishin financuar shumë. Po. Domthonë, vetëm industria e zbavitjes e ka se disa fish më tepër buxhetin për sesa arsimi. Po. Sesa edukimi, sesa. Për fat keq. Për fat keq. Po ne duhet kontribuojmë edhe duhet këto hapësira dhe këto zbrastira duhet t'i shfrytëzojmë, ashtu sikur se i shfrytëzojnë ata. Edhe ta imponojmë vetveten, se është shumë me rëndësi që ta imponojmë se. Ato nuk kanë turp me imponu të keqen. Edhe një send, unë shoh se te puna e të keqës sikur se bëhet update. E keqja bëhet update sikur se po joshet te njerëzit. Dyqysh janë shumë përgatitur, janë shumë se si bëhet shfaqja, se si bëhet ajo përgatitja, të cilën gjona duhet na që promovojmë të mirën,
duhet ta mësojmë edhe ne ta mësojmë këtë. Domethënë këtë të mirë prej së keqes duhet ta përfitojmë edhe të kontribuojmë me të njëjtën. Kështu që të mos dalim, mos bëhemi demode në të mirën. Me bëhet në mënyrë më të mirë.